ndalemi tashmë në intervistën e dytë për ditën e sotme dhe prej vitesh në Shqipëri ngrihet shqetësimi për nivelin e lartë të paraburgimeve dhe përdorimin e tyre si mas pothuajse automatike. Ndërkohë, ndryshimet e fundit në kodin penal kanë zgjeruar listën e veprave penale dhe kanë shpërsuar po ashtu dënimet duke rritur potencialisht numrin e arrestimeve. Kjo krijon duket sikurse një kontradikt të fortë mes diskursit për respektimin e të drejtave të njeriut dhe praktikës penale në terren. Për të folur për këtë situatë kam në një lidhje të drejtë për drejtë avokatin Arber Hoxha. Mirëmëngjes. E di që më the mirëmëngjes, por nuk të dëgjova. Gjithsesi, nëse më dëgjon, a jemi sot përballë një faleminderit edhe një herë. A jemi sot përballë një paradoksi ligjor, nga njëra anë kritikohen paraburgimet ndërsa nga ana tjetër prodhohen më shumë arsye për arrestime të tjera? Patjetër që po, Lili, jo vetëm që jemi në kuadër të një paradoksi, por është një paradoks historik dhe i vazhdueshëm pothuajse më shumë se prej 3 dekadash. Që me krijimin e kodit të ri penal në vitin 1994 dhe kodin e procedurës penale, sigurisht që masat shtrënguese që kishin të bënin përkatësisht me masat dhe llojet e dënimit për vepra penale në referencë, nëse do ta krahasojmë me kodin penal komunist, ishte e çuditshme, por u ashpërsuan. Dhe kjo patjetër që solli një numër të madh të paraburgosurve më shumë se të dënuarve. Dhe pothuajse prej 3 dekadash e gjysmë gati, kemi këtë problem që numri të paraburgosurve është më madh se numri të dënuarve. Kjo vjen për disa arsye. Së pari nga mentaliteti dhe reminiscencat e ishte shkuarës komuniste dhe fatkeqësisht ndonse brezi i ri, të cilët janë 28 apo 29 vjeç dhe janë lindur pas viteve 94, pra pas si ka hyrë në fuqi kodi penal, dhe janë aktualisht magjistratë, gjyqtarë dhe prokurorë, formohen nga njerëz të cilët kanë qenë në ish komunistë dhe pavarësisht se komunizmi ka rënë, komunistët kanë ngelur. Dhe shkolla e magjistraturës prodhon gjyqtarë të cilët ende dhe sot, pavarësisht se janë moshë tepër të re, kanë të vetmen mas sigurimi arrest në burg. Tani për të kthyer pyetjes tuaj, patjetër që së pari është çështje ligji dhe kodi penal dhe ashpërsimi i dënimeve. Sigurisht që do të sjellë një numër të paraburgosur më të madh se numri të dënuarve, por jo vetëm. Së pari, patjetër që është çështje ligji, por është dhe çështje mentaliteti, është dhe çështje të funksionuarit të një legjislacioni të posaçëm. Shumë pak kush në Shqipëri e di që ne kemi një ligj të posaçëm për mbikëqyrjen elektronike dhe supozohet që në Ministrinë e Drejtësisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, duhet të ketë një drejtori të posaçme, të cilët bëjnë mbikëqyrjen e personave të cilët janë me arrest shtëpie dhe mbikëqyrja elektronike, pra ka bëzëlykët elektronik. Falë ndihmës së USAID-it dhe Bashkimit Evropian, u harxuan më shumë se 12 milion euro për të blerë këtë bëzëlyk elektronik, për të ngritur salla dhe gjithë të tjera, dhe sot dhe kësaj dite, pas 10 vjetëve, ne nuk di kush na thotë që a kemi një sallë që bën mbikëqyrjen elektronike, ku shkuan bëzëlykët elektronike, ku shkuan fondet e mbikëqyrjes elektronike, dhe mbikëqyrja elektronike, të paktën e garantoj për çfarë merren në atë pjesë, do të zgjidhte një pjesë të problematikës lidhur drejt për së drejti me masat e sigurimit të arrest me burg. Pra janë disa vepra penale për të cilat fare mirë mund të ndiqen në arrest shtëpie dhe fare mirë mund të, nëse do të funksiononte ligji për mbikëqyrjen elektronike, do të ulej në mënyrë të konsiderueshme, pak në këndvështrimin tim, numri i masave të sigurimit të arrest me burg.